Edhe në Tetov, shkollat fillore dhe të mesme gjysmë vjetorin do ta fillojnë më 23 janar e jo më 18 janar, kur ishte parapar që të fillonte. Sipas drejtuesve të sektorit të arsimit në Tetov, edhe pse është bërë përgatitje e shkollave për fillim të vitit shkollor më 18 janar, megjithatë do të respektohet vendimi i Ministrisë së Arsimit. Ka pat parasysh kohën që ka zotruar në këtë periudhë, temperaturat ulta dhe mund të them edhe dimrin polar. Ishte edhe një kërkesë e institucioneve arsimore që të kemi prolongim të fillimit të gjysmëvjetorit të dytë. Dje u informuam nga ana e Ministrisë për Shëndetësi, kurse ditës së sotshme edhe nga ana e Ministrisë për Arsim dhe Shkencë që pushimi dimror do të vazhdohet deri më 23 janar. Realisht me thënë gjatë gjithë kësaj periudhe të pushimit dimror kemi punuar intensivisht në për shkollat fillore të mesme dhe në çerdhet e qytetit, edhe atë u fokusuam në disa drejtime përpos të krahas punëve të cilat kishim për rekonstruim dhe përmirësim të kushteve edhe në mirëmbajtjen e rrjetit të nxemjes së shkollave, për shkak që të mos kemi defekte të mëdha në këtë çështje. Edhe çdo ditë kanë funksionuar nxemjet në shkolla që të mbahet temperatura konstante, edhe në këtë drejtim edhe defektet të cilat janë paraqitur janë mënjanuar. Shkollat kanë qenë të gatshme për fillimin e gjysmëvjetorit të dytë, mirëpo e gjithë kjo situatë e krijuar dhe vendimi i marrur nga ana e qeverisë është mirëseardhur për neve. Në ndërkohë nuk ka ndonjë paralajmërim se si do të zëvendësohen orët e humbura, kur dihet se gati se 3 vite me radhë ka patur probleme me shkollat. Fillimisht kanë qenë orët e humbura me protestat për anulimin e testimit ekstern. Vitin e kaluar, gjysmëvjetori filloi më herët për shkak të ndotjes, ndërsa këtë vit për shkak të temperaturave të ulta. Edhe në këtë vit shkollor, do të thënë ne jemi nisë nga këto objektive, nëse do të kemi ndonjë rekomandim tjetër nga ana e Ministrisë për Arsim dhe Shkencë, po ashtu ajo do të praktikohet në shkollat tona fillore dhe të mesme. Mirëpo tani për tani nga ana e Ministrisë vetëm kemi lajmërim që viti shkollor, do të thënë gjysmëvjetori i dytë do të fillojë më 23 janar, kurse më saktë nuk kemi informacione për formën se si do të bëhet zëvendësimi i mundshëm i ditëve të cilat do të jenë të humbura në këtë periudhë, domethënë këtyre 3 ditë. Në njoftimin e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Pishtar Lutfiu, thuhet se në bazë të kërkesave të shkollave për zgjatjen e pushimit dimror dhe duke pasur parasysh kushtet e ftohta klimatike, në konsultime dhe me Ministrinë e Shëndetësisë, të cilët kanë konstatuar se në periudhën e pushimeve, numri të sëmurëve nga gripi është ulur dukshëm, morën vendim, të cilën e pam të arsyeshëm që pushimi vjetor i shkollave të shtyhet për disa ditë, që do të thotë fillimi i vitit shkollor i gjysmëvjetorit të dytë do të fillojë me datën 23 janar 2017.